një truk politik, kur partia Salisë në atë kohë, domethënë vetëm në një zonë të vetme zgjedhore, duke shpërndar votat për partitë e vogla aleate të saj arrit të nxjerrë 11 deputet, me sistem proporcional arrit të nxjerrë 11 deputet, domethënë në një zonë, pra në një hapësirë fare të vogël që praktikisht nuk nxjerrte dot asnjë deputet dhe jo më 11. Kështu që kjo u konsiderua në atë kohë një lloj le të themi marifeti, po ta them në gjuhën më të thjeshtë politik, i cili praktikisht deformoi vullnetin e zgjedhësve, domethënë dhe krijoi një disbalancë politik edhe në parlament. Për këtë arsye pastaj edhe ndërkombëtarët ndërhyjnë duke domethënë denoncuar këtë lloj manipulimi, le të themi, që u bën atë kohë. Tani rikthehemi tek raporti i sotëm. Duhet kemi parasysh që ky raport vetëm sa ka evidentuar problematika të cilat nuk janë të reja. Kjo duhet thënë. Mund të risjell në vëmendje që në Shqipëri në këto 32 vite, 31-32 vite janë bërë 7 reforma zgjedhore. E para që nga 1990, 91, 92 dhe e fundit domethënë është gati duke u pjekur në tavën politike sot në parlament që po flasim. Pra 7 reforma zgjedhore që i bie gati për çdo 4 vite ne kemi bërë nga një reformë zgjedhore, ku është përfshirë gjithçka, që nga ndryshimi i sistemit, që nga prekja e numërimit të votave, që tek përbërja e komisioneve zgjedhore, që tek përdorimi i medias, përdorimi i administratës në fushat e kështu me radhë.